Mirëmëngjes dhe përshëndetje të nderuar miq, jemi bashkë sot në takimin e kësaj të premteje të fundit në fakt për këtë javë, data 26 qershor 2026, ora 7 fiks nisim emisionin ora juaj. Dhe për ditën e sotme, si zakonisht do të qëndrojmë edhe për këtë të premte, prej orës 7 deri në orën 9, pra në 2 orët e para, për t'ju përcjellë fillimisht lajmet dhe zhvillimet kryesore të orëve të fundit dhe kthehemi pas pak me pjesën e komunikimit të drejtë për drejtë. Me zhvillimet nga vendi, News.tv, historia e madhe. Turpik do janë të mori për aeroportin e Vlorës, po përgatitet gol në arbitrazh të ndërhyjë SPAK. Helmimi i studentëve të sigurisë të mori, kjo po bëhet qesharake ku thotë se unë nuk e bllokoj kompaninë Soria L, sepse helmimi i studentëve të sigurisë Hoxha, policia nuk duhet ta kaloj edhe këtë rast, por ta zgjidh këtë problem. Helmohen sërish kursantët dhe policisë nga Soria Lëzama AKU, që liroi biznesin pas helmimit të parë, policia si mas sigurie. Modi keq aksident në hyrje të tunelit të Skërficës. Ndrejaj, protesta solli thyerjen e frikës dhe sfidoi kulturën e mosreagimit në Shqipëri. Situatë e rrezikshme në vend zhllima, po krijohet konflikt emocional dhe politik në Shqipëri. Të shtëna me armë në Shkodër. Video, aksident e kryqëzimi i Vallit të Bamit në Tiranë ka të plagosur. Alarm në Sarandë, pema e mbështetur mbi linjën elektrike, rrezikon banorët. Dritan Goxha procedohet penalisht. Panik në Fier, gjarpri futet në njësinë e shërbimit, qytetarët largohen me shpejtësi. Gjata plazhet shqiptare, pa mbrojtje reale, kullat janë, por mungojnë mbrojtuesi. Dita e 26, protestat qytetare vazhdojnë, protestuesit mblidhen në sheshin Skënderbej për të hubimin e radhës. Ka një urdhër dëbimi. Ministri Lamallari shpjegon vendimin për Iqbale Huduti Berisha, bazohet në informacionet e inteligjencës. Bllokimi i qarkullimit gjatë marshimit në rrugët e Tiranës, procedohen penalisht 11 protestues. Aksident në aksin Elbasan Beqin, përplasen kamioni dhe një Golf, plagose drejtuesi. Krimi në familje për një copë tokë. Dhamo, kur institucionet nuk ndërhyjnë individët, i drejtohen dhunës dhe vetgjyqësisë. Plazhet publike në Ksamil Rama, hapësira publike me shërbime cilësore dhe akses pa pagesë. U kapën me sasi droge në mjet në pranga 31 vjeçari në Korçë, procedohet kushëriri i tij. Uljet e verës në Teg, oferta ekskluzive në markat më të njohura në çmimet më të mira. Helmon sërish studentët e Akademisë së Policisë Vuksani, ndështimi i strukturave që paguajnë me taksat tona, gjobat mirane nuk sillin gjë. Ndërhyrë në dosjen Toyota Yaris, GKK kalon për gjykim dosjen ndaj Astrid Vladit, Derjona Daupajt. Kallëzohet për ofendime dhe kërcënime ndaj një zyrtareje. Rrezullohet ish drejtori i policisë së Shkodrës.
Polici i burgut të Durrësit ka bedmat duke futur kokainë në qeli, arrestohet bashkë me të burgosurin. Dervishi i Kosova po forcon rolin e saj në standardet ndërkombëtare të transparencës. Njihuni me parashikimin e motit për ditën e sotme. Elbimi i 60 studentëve Hita mbledh me urgjencë drejtuesit e institucioneve urdhëron hetim. Emrat grabitën banesën në Tiranën kërcenimin e armës, 2 të arrestuar, 1 në kërkim. Abuzuan me fondet e ndihmës ekonomike në Elbasan jepet masa asigurimi për 6 punonjës shtetëror. Livuan bim kanabisi arrestohen 2 persona në Lezhë. Skandali me të dhënat personale, Agicon zgjobitet me 35 milion lek jashkeljet që ka kryer kompania. Skandali përsëritur Sorial i elmoi studentët e policisë me pilaf, makarona, fasule, sallam, qumësht dhe bukë. Kishim konflikt të vjetër. Vrau vllajin për tokën, dëshmia e 76 vjeçarit i dha gaz zetorit dhe desh më përplasi. Elmimit e Akademia e Sigurisë Policia 60 studentë përfunduan në spital Nis Hetimi. Video, aksidenti rënd. Pranurës Milotit, 4 persona përfundojnë te trauma. Forcat e ndërhyrjes së shpejtë e Renea marrin në ruajtje Ilir Selmanin, njëri nga të dyshuarit për vrasjen e Santiago Marcos. Emrat, kemi fëmijë dhe gra 7 zëna, bën miliona dollar duke mashtruar dynjan me telefona, grupi call centerave ngec me gjyqtare. Helmon kursantët e policisë, Kristuli pa gjurmëshmëri nuk mund të zbulohet shkaku i helmimit. Policia nuk zëmon 30 kursantë në spital, helmojnë sërish studentët e Akademisë së Sigurisë. Sulmohet me lep një dyqan i One Albania në Tiranë. Të rinjt u çuan më në fund nga kafenet Xhemailaj. Kjo që po ndodh në Shqipëri vjen një herë në 500 vjet, shiu ishte bekim për ne. Vllai u arrestua për shfrytëzimin e motrës së reja ndodhi rastësisht në banesë që ndaja me eskortat e tjera. Nëbioni nuk i ndahet vesjes sa po hyri në OBP, i fali 1.2 milion euro çim fushës. Shohim zhvillime nga politika. Aktivisti përplaset me Sara Miller për protestën mos gënje. Shikoni se kush do ju shpëtoj nga unë. Rama publikon foton e protestuesit, një patriot që nuk lexon dot, një ligj me 10 nene. Çela qeveria po bën veshin e shurdër ndaj protestës mbar qytetare. Akuzat për forca të huaja janë shmang nga përgjegjësia. Petro Koçi zbërthen dokumentin e debatueshëm, emri Tahir Sinanit po përdoret për të krijuar një skandal që nuk ekziston. Kuvendi përballë zërit qytetar, Këllixhi zbulon lëvizjen e fundit, depozitua mocionin ja 4 ligjet që kërkojmë të shfuqizohen urgjentisht. Kush jemi ne, refuzojmë 4.8 miliard euro. Manja tregon projektin e ngjashëm në Britani dhe flet për zvërnesën shteti serioz nuk lufton investimin, por abuzimin. Rama ndan pamjet nga plazhi në Ksamil.
hapësira publike me shërbime cilësore dhe akses pa pagesë. Protesta e flamingove futet në Këshillin Bashkiak të Tiranës debate të forta mes anëtares së Lëvizja Bashk dhe Ristanit përjashtohet rruga. Rama në Gdansk, takim me kryeministren ukrainase për ndërtimin e vendit nga goditjet ruse. Ferit Hoxha në Nikozia, Shqipëria dhe Qipro forcojnë bashkëpunimin në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Rama ironizon të huajt në protest në bulevard ka dhe turistë të shtirur që s'janë aty për Shqipërinë. Debat në Komisionin e Ligjeve për ndryshimet në shërbimin informativ shtetëror me Lykbashi mund të keqpërdoren për qëllime politike. Jam shqiptare dhe përgjegjëse për fatin e kombit, du t'i kthem përgjigje Ramës pas etiketimit si motra e Sulejmanit. Gogu Shqipëria më pranë se kur antarësimit në Bashkimin Evropian, ky moment historik nuk duhet humbur. Si jemi zëdhënës të protestues, bardhi refuzimi i debateve, shkelje e rregullore së kuvendit, çështja Meta Blushi kërkoi me forcë domosdoshmërinë e garantimit absolut të transparencës dhe të një procesi të rregullt ligjor. Nëse presim të bjerë plumbi i fundit, do jetë shumë vonë konferenca për Ukrainën, Rama, Kievi, por rindërton guximin e Europës. Balla zbar debatet në kryesi. Nuk një as protestuesit as opozitën, por Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës thotë se nuk bën komente. Ka ardhur në karvanin e diasporës së shtirur, Rama publikon foton e protestueses, motra e generalit famkeq të Teheranit. Në video se Lefter Maliqi më poshtë oligarkun Pullum Salillarin gjykat. Raporti i dhomës amerikane të tregtisë Baçi akt akuz nga keq qeverisjes që po shkatron ekonominë shqiptare. Sherë për Flamingon debatën në konferencën e kryetarëve tha Baku, ku vendi totalisht jashtë realitetit Balla, nuk jeni ju përfaqësuesit e protestës. Video i Nazhupa publikon pamjet 2 milion euro për shkatruar banjat e Bonjës, gjendja sot skandaloze. Kryeministri Rama në Poloni do marrë pjesë në konferencën për rindërtimin e Ukrainës. Protestat në Tiranë, Ali Ahmeti nuk dihet nga e kanë kokën ata në shesh kanë rënë në grackën e armiqve të Shqipërisë. Kryeministri sërish për protestat e Rama nuk ka forcë që na ndan misionin tonë drejt Shqipërisë 2030 në BE. Po përdo se gjaku i dëshmorëve të UÇK-s, vajza e Tahir Sinanit Ballës, sot ti më vrave për së dyti babën, gjaku i tij do t'ua thyej qafën ty dhe të tjerëve. Asgan Hakle i kthehet ashpër Taulant Ballës dhe i kujton se kush ishte Tahir Sinani, një jetë, 3 luftëra. Faktet pse Veli e vonon procesin gjyqësor dhe frika që ka nga drejtësia, Zdromsi nuk do që të bëhet gjyqi dhe gjyqi nuk po bëhet.
Dalim të zhvillimin nga rajoni. Vjosa Osmani reagon pas kërkesave për dorëheqje të Abdigjikut. Zjarri i fuqishëm në Greqinë qendrore, avion, helikopter dhe 105 zjarr fikës në terren. Vendimi final për ishkrerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës në Hag. Gjykata konfirmon afatin e 20 korrikut. Kriza në lidhjen demokratike të Kosovës, ngre pikpyetje të reja për formimin e institucioneve. Gazifikimi i thëngjillit apo LNG-ja amerikane, analizat çfarë është më mirë për Kosovën. Dhe apo në 30 qershor skadon afati për pagesën e tatimit. Pegmari në Lari sa 50 vjeçari mbylli ish bashkëshortën në shtëpi dhe kërcënonte i varflakën banesës. Emri skandal në drejtësi, ILD dërgon kushtetues anëtarin e KLP-s për sjellje të pahishme. Presidenti konsensual Haxhiu, pas certifikimit, nisin konsultimet me partitë politike, qeveria i ka votat e nevojshme për të formuar. Haradinaj për protestat në Tiranë, në vjen turp kur shoh bashkombas nga Kosova në protestë. Shefi e Uleksit, kriza politike po rrezikon institucionet të formohen sa më shpejt. Kriza politike në Kosovë, mbytyçi kompromisi mes partive të Chelsea për daljen nga kriza politike në Kosovë. Kurti hesht për hapat e ardhshëm pas shpalljes së rezultateve janë vonë për takimet e radhës. Kosova jashtë samitit të NATO-s, Ministria e Mbrojtjes, pjesëmarrja si shtet anëtar nuk ka qenë asnjëherë e mundur. "25 ditë protesta. Gazetari nga Kosova zbulon arsyeën që po fshesh qeveria shqiptare pas keq përdorimit të emrit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Video detajet nga ngjarja e Lipianit, IPK nis hetimet gjatë tentativës për arrestimin e dyshuarit në kërkim sa pa polici nxori armën dhe 25 vite nga betejë e Haraçinës, ambasadori Denion Mejdani me familjarët e dëshmorëve, liria nuk durohet. Video Fatmir Limaj tërheq veshin të Ullanballës, mos prekni themelet e lirisë për interesat ditore. Aziri, Abdigjiku ose unë mund të unifikojnë votat e Lidhjes Demokratike të Kosovës për president. Mozhëron mban takim koordinues për themelimin dhe funksionalizimin e qendrës për zhvillim rajonal Juglindje. Haradinaj hap kartat ndaj Kurtit kandidoj për president nëse bashkohet opozita. Vdekja 26 vjeçarit në një pikëndërtimi në Prizren, një muaj para burgim për të pandehurin. Haradinaj nuk përjashton kandidimin për president, opozita dështoi të bashkëpunonte kundër epokës Kurti. Lidhja e bizneseve të Kosovës pa investime në gaz dhe rrezikohet konkurrueshmëria dhe zhvillimi ekonomik i vendit.
Djali Hashim Thaçi takon Ramën, qëndroi në anën e të vërtetës, kur të tjerët zgjodhen heshtjen. Jo me zhvillimin nga bota. Bota në ndihmë të Venezuelës tërmeti shkatërrimtar 10 vende gati të ndërhyjnë. Rritet alarmi në Kongo, 1155 raste të konfirmuara me Ebola, mbi 300 të vdekur. Trump fiton betejën për emigracionin Gjykata Supreme pro politikës administratës për deportimet e haitianëve dhe sirianëve. Ukraina nuk gjen qetësi, raportohen shpërthime në Kiev, alarm për sulm me raketa ruse. Kina kundërshton sanksionet e reja të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Kinës, ndaj Kubës ndjes. Portugalia gati të dërgoj 50 ekipe shpëtimi në Venezuelë pas tërmetit vdekjeprurës. Kate Blanchett sfidon inteligjencën artificiale, lançon platformën për mbrojtjen e identitetit të artistëve. Harta e pabarazisë në Europë, veriu i pasur, lindja dhe juglindja në presionin e varfërisë. Goditet rrjeti kriminal në Europë, kanabisi fshije në pako postare drejt Francës. Kearney dhe Trump zhvillojnë një bisedë telefonike, zbulohet çfarë u diskutua. Parlamenti spanjoll i bën thirrje Sanchez të japë dorëheqjen për shkak të skandaleve të korrupsionit. E rënd shkon në 188 numri i viktimave nga tërmetet në Venezuelë. Treni mandrave përplaset me trenin e pasagjerëve në Poloninë perëndimore, 2 të lënduar. Ania Cistern goditet nga një raketë e panjohur në Oman, dëmtohet ura e komandimit, nuk raportohet për viktima. Asteroidi që mund të shkaktonte katastrofë globale kalon pranë Tokës. Modi ekstrem, Organizata Botërore e Shëndetësisë, valet të nxehtit në Europë është emergjencë shëndetësore. Kulla i vel në Muzeu i Luvrit, në orar të shkurtuar për shkak të nxehtit ekstrem. Nga makinat luksoze të mbrojtja Mercedes-Benz sinjalizon hapje ndaj sektorit ushtarak. Laboristët hapin garën për liderin e ri Andy Burham, favorit për drejtimin e partisë. Momenti emocionues të vëllezër nxirren gjallë nga rënojat e tërmetit. Mbreti Charles nuk do të jetojë më në pallatin Buckingham në Londër. Rubio përmbyll turneun në gjirin persik me mesazhe qetësuese për aleatët rajonal. Elon Musk humb statusin e trilionerit.
Dy tërmetet fuqishme goditën Venezuelën. Presidenti janë detyrë, numri të zhdukurve ka arritur në 30.000. Viti i moshuari nuk e lëshon partnerin gjatë tërmetit shkatërues në Venezuelë. Tërmeti Venezuelë, Papa Leoni dërgon 100.000 euro si kontribut fillestar për të mbështetur të prekurit nga tërmeti vdekje prurës. Dhe në fund lajmet nga sporti. Botërori 2026, Ekuadori ndinjohet me arbitren për golin e Sané ndaj Gjermanisë. Gjermania mbyll grupin me humbje, Ekuadori dhe Bregu i Fildish sigurojnë kualifikimin. Ancelotti elogje për Neymar pas rikthimit e fitoi me punë dhe profesionalizëm mundësinë për të luajtur. Demi, Korea e Jugut po bën revolucion në përgatitjen fizike, stërvitja me shpërthim dinamik nis që nga moshat e reja. Video dëmtimi i rëndi kone, FIFA pezullon me 5 ndeshje Madipon. Surpriza në botëror, shtrepi Haitit i del në pa, portieri brazilian dominon me Ancelotti. Formative 48 skuadra përmbys të mëdhenj mbici do t'u vështirësoj lojën atyre që mendojnë se janë fitues. Nga avokat në Durrës te Akademia Manchester City, Andi Gjihani tregon historinë e tij të pazakont. Myrta Brazili Ancelotti të shkocke fort kanë vite pa parë një skuadër kaq sinike. Deklaratat e Takinardit për Kolumbinë, Sora i tha se skuadra po kthehet në simbol force dhe identiteti. Eliminimi i shpejtë i Tunizisë nga botërori zbulon probleme strukturore. Mourinho jep sinjalin e parë për Real Madridin, nuk largoj yje, dua më të mirët në skuadër. FIFA i hap dyert Rusisë për rikthimin e kompeticionet ndërkombëtare. Shpresojmë te fitimi i botërorit me Spanjën, Pedri kanë pasur fatin të luajë me Messi, lojtar i madh. Ancelotti dhe menaxhimi i duhur si u shndërua sulmi i Brazilit. To ishin lajmet e zhvillimit kryesore të orëve të fundit. Përmes oranews.tv, publicitet vin pas pak në pjesën e komunikimit me ju. Kthehemi në studion në pjesën e dytë të programit dhe të parën e komunikimit të drejt për drejt me ju. Nga ky moment dhe deri në përfundim ne jemi së bashku për të bashkëbiseduar përmes numrave të kontaktit mbi çdo problem apo shqetësim që ju keni në 7:30 deri në orën 8:50 minuta. Pra në 3 pjesët e një pasnjëshme. Është e premte sot, data 26 qershor, takimi i fundit i kësaj jave, në fakt një ditë tjetër, po me temperatura shumë të larta, kështu që kujdes sepse edhe ditët e ardhshme priten goxha të nxehta. Jemi në pritje të telefonatave të para për sot, si gjithmonë në 068 60 54 639 dhe 068 99 00008. Për ju që doni ta bashkoni dhe bëni pjesë e programit për ditën e sotme, ndërkohë më herët ju përcollëm lajmet dhe zhvillimet kryesore të orëve të fundit për mes oranews.tv, të cilën mund të aksesoni nga kudo që ndodheni për të ndjekur aty lajmin e fundit, zhvillimet dhe gjithçka tjetër ndodh në vend dhe jo vetëm në kohë reale, patjetër nga kudo që ju ndodheni. Mund ta shkruani edhe përmes rrjeteve sociale, ndërkohë ju presim në 068 99 00008, 068 60 54 639. Numrat e telefonit zakonisht ose gjithmonë po themi në ekranet tuaja, por ja u përsërisim për atë pjesë që ndoshta e ka pak më të vështirë për sa i përket përpjekjes për të bërë pjesë me ne. Ka disa lajme që lidhen me një target group të caktuar, por gjithsesi për më tepër do na duhet që të marrim informacion më të detajuar për sa i përket çështjes së legalizimeve për ato që ishin ndërprer vitet e fundit dhe ka filluar në për zona të ndryshme, por megjithatë nuk do të nxitohen për t'ja u përcjell si zhvillim, sepse është duke funksionuar me zona dhe një ndër to dje me sapash ishte për në zonën e Hekurudhës, konkretisht në Mzez, Katundiri dhe në Kashar, pra për ndërtimet
informale ku parashikohet trajtimi rreth 500 objekteve të pozicionuara gjatë gjurmës së hekurudhës. Pra janë disa procese këto të cilat ishin ndërprerë më herët, por për të cilat patjetër qytetarët kanë shprehur gjatë gjithë kohës interes për të pyetur në rast se ka rihapje, po themi kështu, të procedurës për aplikim të tillë dhe duke sikur se po fillon me zona dhe besoj që në ditët e ardhshme do të kemi një pasqyrë më të përgjithshme për sa i përket edhe zonave të tjera se ku do të rinis ky proces që kishte stopuar prej kohësh tashmë. Kështu që kemi edhe disa probleme të trajtuara nga dita e djeshme dhe për të cilët në numrat përkatës personat kanë marrë përgjigje duke u kontaktuar nga ana jonë dhe ju presim sot në takimin e fundit të kësaj javë në këtë të premte të datës 26 qershor 2026 në 7:33 pjesa e parë e komunikimit të drejt për drejt me ju si gjithmonë në 068 60 54 639 dhe 068 99 00008. Mesazhet janë të pafundme për sa i përket çështjes. Unë e kuptoj ndjeshmërinë. Jam shumë koshient për këtë gjë, por megjithatë është e njëjta përgjigje sikundër ju kemi dhënë edhe në vitet e kaluara. Sa herë ka pasur deklarata apo premtime s'po i quaj, por artikulime për ndryshim pensioni, qoftë kjo për bonuse, qoftë kjo për ndonjë rritje të caktuar, por po ashtu edhe për çështjet e indeksimeve. Informacioni përpara kohe, edhe nëse zbulohet, por aktualisht nuk ka një të tillë, ka zero ndikim të secili prej jush. Dhe ka një lloj insistimi deri në, nuk e di, një lloj sikur ne e dim dhe nuk duam t'ja u tregojmë, por që edhe sikur të ishte kështu, nuk ka asnjë lloj ndryshimi pra. Pasi edhe kur të bëhet, pra kur vi koha për të bërë si indeksim, nëse e marrim sot si informacion që do të jetë kaq, çfarë do ndryshonte? Pra çfarë do të ishte ndryshe në kuptimin e marrjes përpara si një informacion paraprak për tu konsumuar, le të themi kështu, nga ju. Ka një, nuk e di se nga është marrë, nuk i vi fare kësaj, por ka një reagim, po themi kështu, ose një dalje, një lajmi në masën 4% të vlerës për indeksimin e pensioneve, por unë nuk mund t'ja u them këtë zyrtarisht, për sa kohë nuk ka një informacion të tillë që e konfirmon, por megjithatë, thash, është ndikimi është zero, sepse nuk mund të bësh asgjë, sado që të jetë përqindja, nëse ajo vendosur që do të jetë kaq, do të jetë kaq dhe zbatohet, dhe nëse pjesa tjetër pastaj është ndryshe, nuk në çdo rast nuk ke çfarë bën. Pra, ideja është që nuk të ndryshon dhe nuk të ndikon asgjë nëse e merr vesh sot se sa do të jetë vlera në përqindje indeksimi dhe nëse e merr vesh, po themi, në 2 ditë përpara se të miratohet apo në momentin kur të miratohet dhe të zbatohet pastaj. Ndërsa pjesa tjetër e bonusit të muajit dhjetor, se të vitit të ri po themi, pasi shumë emigrantë që kanë qëlluar në vendet respektive për sa i përket përditshmërisë jetesës së tyre atje, afati mbaron për pak ditë, pra deri në datën 30 qershor, bonusi i fundvitit që ishte 10.000 lekë të reja për një kategori të caktuar dhe 15.000 lekë të reja për kategorinë tjetër, përfundon për ata që nuk e kanë marrë deri në datën 30 qershor. Pra është shkurtuar me 6 muaj afati për ta marrë në rast se nuk tërhiqet nga ana e qytetarëve për arsye nga më të ndryshmet, por të cilat në pjesën më të madhe të rasteve lidhen me arsye të mospasjes mundësisë për të qenë këtu në Shqipëri dhe për ta tërhequr bashkë me pensionin. Ja ka kaluar mesazhe. Të uroj ditë mbartos. Kemi ndonjë përgjigje? Po, shikoni, kjo përgjigje ka një gjë. Rastit po themi nuk i ngjan, janë disa raste të cilët trajtohen pak më me shpejtësi për sa i përket natyrës së problematikës që mund të ketë, sepse edhe specifikat janë të ndryshme. Mund të ketë ndonjë përgjigje për 2 ditë, për 3 ditë, por mund të ketë edhe ndonjë përgjigje që mund të shkojë në një apo edhe më shumë javë. Kjo varet nga koha e ndonjë aplikimi, po marrim sikur ka një aplikim, varet nga dokumentacioni që është dërguar, varet nga kërkesa për plotësim dokumentacionit dhe gjitha me radhë.
Gjithsesi, ne ju presim në 068 99 00008 dhe 068 60 54 639 në këtë mëngjes të sotëm të kësaj të premte të datës 26 qershor 2026, në të fundit takim për këtë javë dhe okay. Kemi telefonat? Okay. Ishte vetëm një zile për na kujtuar. Mirë. Në rregull, do t'ju presim ne edhe pak në muajin shtator do të ndryshojmë diçka për sa i përket jo formatit absolutisht, meqense jemi dhe për t'ja u komunikuar, por do të shkurtojmë pak kohën e leximit të lajmeve dhe zhvillimeve kryesore dhe do t'i japim më shumë hapësirë telefonuesve, pasi është pak e gjatë ajo pjesa e lajmeve dhe ndoshta e çorienton pak. Mirëmëngjes telefonat. Dhe disa ndryshime të tjera, por që do ja u themi më vonë. Alo? Alo? Mirëmëngjes. Të lutem, mu lezori e televizorit. Po, e ulem. Urdo? Dua të them diçka për çështjen e pensionit. Për çështjen e pensionit? Po. Tani unë kam aplikuar në dhjetor. Po. Doli pensioni. Po unë e di se rregulli i ligjit është që deri në 94 vetëm në bazë që mund të çosh librezën ose mund të paraqetesh në një kërkesa, nuk e di, dhe unë e di se nuk kërkohen në përdoro. Do të thënë që i quan shteti nuk ka nevojë për gjyqe. Varet ku ke punuar, varet për cila vite e keni fjalën. Po, që nga 79, deri unë kam punuar deri në 96. Po varet më shumë edhe nga puna, ku çfarë pune ke bërë. Jo për të gjitha. Ajo që ju thoni, unë po më thuaj. Unë kam punuar në arsim me në specialitete të ndryshme, kupton? Jo, nuk. Tani për shembull, kam një periudhë kohore që kam punuar në Gushin, në shtëpinë e oficerave në Varsin Apërmeti. Drejtoria e qarkut është në Berat. Tani unë i kam specifikuar në aplikim. Tani nuk do vetë, por derisa kur aplikova, më thanë që kemi inspektorët tanë dhe i mbledhin dokumentat përmes inspektorëve tanë. Unë isha mbledhur vetë, po t'ishe praktikonë, kisha vajtur në skrapar, kisha vajtur në përmet, në drejtorinë e asaj, dhe isha mbledhur. Tani më kanë dhënë atë shkresën që këtë vit nuk e njohin, këtë vit nuk e njohin. Një vit më kanë dërguar ndërmarrje për specializim, e kam specifikuar, kam e vull ndërmarrje të gjitha. Librezën e kam çuar të rregull, tani këtë se kuptoj. Atëherë, t'ju shpjegoj zotëri. Në rast se jeni përballë kësaj situate dhe ju ka ndodhur ky incident, po themi kështu, pensionit është lidhur, ka dalë apo jo? Ka dalë. Bukur. Ka dalë, po ka dalë me diferencë këtyre 5-6 viteve nuk e njeh. Okej, ti për këto 5-6 vite disponon dokumentacion? Po në librezë kam çarun aty. Ja, më nuk vlen vetëm libreza, e kemi trajtuar gjithmonë këtë nderuar. Shikoj çfarë ndodh. Ajo që thoni ju që merren në konsiderat vetëm libreza dhe jo dokumente të tjera, kjo vlen për ligjin e ish kooperativave bujqësor. Jo, kam qenë ndërmarrje shteti. Po. Dhe për vite të tjera pastaj, ndërmarrja e shtetit dhe ato njihen, po njihen nga mosha 18 vjeç në rast se ka probleme. Pra ish ndërmarrje shtetërore, ish ndërmarrje bujqësore, ish kooperativat bujqësore. Ka një ligj i cili ja u njeh qytetarëve vitet e punës në rast se kanë probleme, por ja u njeh nga mosha 18 vjeç. Më kupton, dhe këtu s'ka nevojë për asnjë lloj dokumentacioni. Sepse ato njihen a priori. Megjithatë, përsëri, para se të aplikoja, i kam pyetur se drejtori, kam marrë telefon siç kanë dhënë numrin ata, se të pranojnë brenda. Po. Edhe më thanë që bëj vetëm aplikimin sipas librezës, sipas dokumentacionit që ke. Bile nuk kisha edhe vite pune të tjera dhe nuk i mbaj mend niptin në po s'ka problem sepse kompanie që kam punuar, se mund të kem edhe atje vite të siguruara, po s'jam mbaj mend, jemi në firmën sa i ka falimentuar, jemi në firmën se unë e mbaj mend, por nuk e di niftin e tij që të vinë aty në shofrat e sigurimit. Megjithatë, se nuk je falur aty, se ka futur në aplikim. Po ama të gjitha vitet, unë i kam sqaruar edhe me shkrim, edhe në aplikim, edhe libreza është e rregullt me gulin origjinale, siç kam punuar sistematikisht. Bukur. Vitet për të cilat nuk janë llogaritur pasi dolën pension, ti ke me dokumentacion?
Si dokumentacion në përbërdorot. Po pra, përveç librezës, ke ndonjë dokument tjetër? Po s'më takon të kem gjithë tjetër. Po, në rregull, atëherë ka vite të cilat nuk vërtetohen dot nga sigurime shoqërore, pra nuk gjenden. Po, më mori një telefon ai i arkivit Berati. Po nuk është diçka që nuk është diçka e re kjo i nderuar. Ky ka qenë ndër problemet kryesore ndër vitet pensionistëve. Që në mungesë e nxorën urdhëresën më vonë që ne do t'i interesohemi ne, atëherë pse intereson ashtu dokumentacion paralel, unë edhe kisha përzuar dhe si do ta bëje paralel për shembull, në rast se ti nuk ke vetëm librezën. Do vijë në arkiv aty që punë çka bër arkivi do interesosh në arkiv. Këtë po ju them pra që domethënë këtë të drejtë nuk ja u heq më askush edhe tani në këtë moment. Që ke bër. Edhe tjetra, tani unë mbaj arkivin apo shteti? Si? Unë mbaj arkivin apo shteti? Patjetër që shteti. Po shteti tani jam llogarisë unë libreza që më takon e kam. Unë vetë kam me vul të rregull, nëse është falsifikim vule, unë jap llogari para ligjit. Patjetër. Po kam vulën të falsifikuar. Ne përpara disa ditësh e trajtuam goxha gjatë këtë dhe unë ndër vite e kam sugjeruar këtë ndryshim, pra kur njerëzit i kanë në libreze, sidomos librezat asaj kohe që kanë qenë të rregullta, vitet duhet të njihen, por nuk funksionon kështu deri më sot. Fatkeqësisht që një periudhë caktuar pune kudo që ajo të jetë të konsiderohet e vlefshme për efekt pensioni, duhet që të shoqërohet edhe me dokumente përkatëse, siç janë listë pagesa apo dhe borderot. Vetëm libreza nuk mjafton për të njohur si vite pune. Dhe për fat keq e them këtë, sepse nuk ka asgjë të keqe të mos njihen, por ndoshta mund të ketë më vonë ndonjë përpjekje apo dëshirë për ta ndryshuar si ligj, por aktualisht nuk ndryshon. Megjithatë, në rast se ju arrini që të gjeni dokumente mbështetëse për ato vite që nuk ja u kanë llogaritur në momentin kur keni aplikuar, ti mund t'i ridorzosh ato dokumente dhe të kërkosh rishqyrtim pensioni përmes dokumenteve që ndoshta mund të sigurosh më vonë për vitet që nuk t'janë llogaritur. Po, Klodi, unë të kuptoj shumë mirë. Sa i thonë që unë nuk kuptoj një gjë, se shteti bie brenda me fjalë të veta, me Dakor, po kjo nuk të shërben ty. Unë jam i pafajshëm, sepse shteti nuk është në gjendje të ruajë dokumentacionin. Shteti të mbrojë qytetarin, hajde se pensionin me një stallavitje në maksimum me dalje në pension. Që kemi punuar, është problem në vetë politik. Po të paktën edhe atë që ke deklaruar me norma, me rregull, me ligj nuk e mban. Po çfarë kam unë më vllak kur unë dokumenti im që bën vaki, edhe dokumenti personal mund ta humbaj. Shteti i ka rezerva dhe mund të marrë tjerë. Unë mund të kem humbur edhe librezën, jo që unë librezën e kam, vite të rregullta në librezë, dhe shteti tani thot me gjeti mua përdorot. Po për çfarë pagun arkivin ai? Përse i ka humbur arkivin atij? Çfarë ia nuk fai. Dakor, pra, kjo është ana morale që dhe unë jam me ty. Tjetër, sa nuk e njoh gjyqin, atë se s'më la precedent që unë dhije hapja gjyq. Si pse s'të la? Du ta kishe hapur. Po nuk më la pra, se thot mos hap gjyq, çfarë na kanë, mos hap gjyq, sepse i njohin vitet e punës në librez, i njohin deri në 24. Sa i njohin si mbas deklarimit. Po, nga mosha, po, s'ta kanë thënë nga mosha 18 vjeç, pra. E këtë s'ma kanë thënë të tematikës, nuk ma kanë thënë. Po, nga mosha 18, pra ligji, shiko çfarë bën, domethënë, ligji nga njëra anë penalizon, nga njëra anë dhe lëshon pak. Po pra, s'ka logjik. Po pra, s'ka. Nuk ka shqyrtim logjik. Po. Thash, në rast se ti arrin të gjesh dokument. Unë kam vite që ka ndërmarrja, për specializim ka ndërmarrja. E kam specifikuar. Kam vite që ka punuar dhe e ka marrë. Atëherë, me këto vite i nderuar dhe me këto dokumente ti dërgoj në sigurime shoqërore dhe bëj një kërkesë për ta rishqyrtuar pensionin tënd. Dakor, është vetëm formë që mund të ndjekësh tani. Po unë në librezë ma kanë mbulosur dhe kam, unë dokument tjetër nuk kam. Nëse nuk e i nderuar atëherë nuk është. Asaj kohe e ka të shënuar për dërgimin në specializim. Dhe atje ku të ndërmarrë për specializim, je i punësuar, merja rrogën. Atëherë mbete vetëm gjyqi i dashur tani. Edhe se e harrohet isha dhe është edhe kjo e fundit fare. Unë mendova se mos ke të tjera. Të përshëndes e faleminderit shumë për telefonatën. Faleminderit gjithashtu. Ndjes që e zgjatëm pak, gjithsesi ndonjëherë ka jo, s'ka problem. Ka raste që duhet një sqarim më shtesë dhe specifik. Shikoni, ka shumë i kemi sqaruar gjithmonë, pra këto lloj problemesh që s'duhet të ekzistonin, por fatkeqësisht janë dhe duhet përballen qytetarët me to. Mirëmëngjes.
Mirëmëngjes gazetar. Urdhëro. Akoma do ta mbaj sen komunista Shqipërinë, ore kanë 85 o zoti gazetar. Po e shyen fare Shqipërinë, da ka kanë 21 milion. Si do vej halli Shqipërisë, o popull, qoni të nxjerim natyrë, ta kriminella, ta traktar, ta anti-shqiptar. Këta janë kriminellat e Shqipërisë, janë robrit më të keq të Shqipërisë. Që na kanë marrë po ullën tokën 45 vjet, tani na po na marrin jetën. Na morën fëmijët me zi rritën edhe ai quan jashtë. Pse se këta janë miliardera, këta 200.000 familje. Komuniste janë familjet më të degeneruar që ka Shqipëria. Këta janë armiq të vendit, këta duan për zërën e Shqipëria se nuk janë shqiptarë. Prandaj zoti gazetar të më falë që flas ashpër se jam 75 vjet po vuaj pikën e zezë. Nuk kam buk të hazën 100.000 lek ma pension, nuk marim për ilaçe. Edhe këta janë miliardera, Sali Berisha të Bikisa Jama. Me e ushtarët e tyre janë miliarderë. Prandaj që do vej halli Shqipërisë o popull. Shoni në këmë ti hijëm djerim nga zyrat. Me pahirë këta që qenë për zyrat. Që na masakrojnë neve, ne doktora me këta janë ushtarët e tyre. Që këna na masakrojnë çdo ditë, çdo orë, çdo minutë. Prandaj o popull, o vëllezër, o motra. Qoni në kohë mosë thumin a sheshi, pa varur e të bikë të Rama dhe Sali Berisha, se Enver Hoxha na masakrojnë, por nuk u dënua një e tush, a një i drejtor policie, po u pasuruan fëmijët e Enver Hoxhës me fëmijët e Komitetit Qendror, që janë bërë miliardera sot edhe kanë banka në bankat e botës. Kushe neve në mamin 100.000 lek pension, kushe këta Sali Ram Berisha, armiku i degeneruar, dhe se Bikisa Jama ka uri se i servis, janë tradtar të vendin e nuk e lëshon karike se janë për të varur. Po i lutë Shpaku që të ngrije në kënë Shpaku, e ti mos i loj më të jenë për zyrat i arestoj. Se po torturohet populli ka 26 ditë, po thot ikni o armiq të vendit. Po këta nuk e lëshoj se janë drejt ditari. Prandaj të përshëndes gazetar. Shumë faleminderit, edhe unë përshëndes, faleminderit shumë për telefonatën. Uroj ditë të mbarë dhe fundjavë të mbarë po ashtu në ditët e ardhshme. Mirë. Alo, mirëmëngjesi. Alo. Mirëmëngjesi, Klodi. Mirëmëngjes. Flasë kërqimi nga Vlora. Po ku jeti? Në Vlorë jam. E djeti që je në Vlorë, po ishte ku je në kuptimin që ke humbur fare. Ja, të flasë një shumë, se duat besu me i besesur. Dhe gjo, do t'jap një urim të papar. Po pse se nise me këngë soti? Bie, më falë pak, bie kishte ai 70 vjetorin ke dalë si në fotografi aty ke dalë në këtu të pasë në televizion. 70 vjetorin unë? Jo, 70 vjetorin kishte Mujsid Alipi. Po? Edhe të pas, me atë të pas në televizor të pas, kishte bërë një fotografi, edhe më pëlqyet shumë, edhe përshëndes Mujsid Alipin, pirojnë fëmit, gjithë dashur e zëmrës, me atë transmetim që ka bërë flamurtari që ka nderuar. Edhe ty të respektoj, të të rojnë fëmit, gjithë dashur e zëmrës. Shumë faleminderit. Po, s'ma nise mirë sot atë. Si? Duke si i mërzitur, nuk ma nise me këngë sot. Me këngë? Ja do bëj një recitim. Shqipëri më shkë me gurtha, vrites prites për flamur, vrites prites për flamur, tha. Po kështu kemi qenë që kur. Ja ka që do të ka që ishte, përse nuk më këndove, që ke i mërzitur, kush të ka mërzitur? Jo, asnjë për së të balit. Po ja. Do të këndoj me këngë labe. Dua ta këndosh me këngë labe, këtë që sa po recitove. Dakor. Shqipëri moshkë me gurë, vrite prites për flamurë, vrite prites për flamurë, kështu kemi qenë që kurë,
Shqipëri, moj shkëme e kurë, u vrite prite që mojë, moj vrite prite shmoj gërës la u murë. Hajde shëndet të gjitha Zëmra të këndoft. Rol, falinderit, të tërojnë gjithë dashën. Ti jesh mirë, falinderit shumë. Falinderit. Dhe kalojmë në mesazhin tonë të përhershëm se për pak na kaloi koha. Për pensionet private Sigal Invest, fondi Sigal nuk ka më mirë se sa kaq. Domethënë, kur thua Sigal i ke thënë të gjitha për sa i përket çështjes së sigurimeve, sepse është lider në menaxhimin e fondeve për pensione private dhe jo vetëm. Ka kaluar mbi 40 milion euro që Sigal Invest kanë menaxhim. Besimin e qytetarëve. Pra është shumë e rëndësishme që të kesh në menaxhim besimin e qytetarëve. Nuk ka gjë më të rëndësishme dhe më të vyer se sa të menaxhosh këtë element i cili pastaj përkthehet në përfitim të drejtë për drejtë nga ana e atyre të cilët i besojnë, pra kompanisë Sigal. Është e tashmja dhe ardhmja në kuptimin e drejtë për drejtë të fjalës, shumë vende të Europës dhe flas për ato vende të zhvilluara dhe të botës patjetër. Kanë vite që kanë krijuar një lloj kulture kolektive në ndërgjegjësimin për vete, marrjen e masave sot për një të ardhmen në mënyrë që të parandalojnë raste të vështira në jetën e tyre, ashtu sikundër ka filluar edhe në Shqipëri, edhe pse jo në atë masën që duhet, por mjaftueshëm për të treguar se rruga përpara është shumë e mbarë. Që do të thotë kjo? Kursimet e tua nuk kanë vlerë në rast se ti i mban aty të pa investuara, sado që të jenë ato. 2 lek, 3 lek, 10 lek, 100 lek, 100 euro dhe kështu me radhë, të cilat në rast se ti bën vetëm një veprim shumë të vogël, duke hapur sot një llogari pensioni privat që kushton 5 minuta dhe 0 lek, depozitimi i kursimeve ose një sasi të caktuar parash që ti ke sot në gjendje aty, thjesht dhe vetëm i shton ato para. Para të cilat nuk të humbasin kurrë, përkundrazi, i ke aty sepse pyetjes se kush i mbron, përgjigja është një dhe vetme ligji. Pra paratë e qytetarëve mbrohen nga ligji aty dhe nga çdo institucion tjetër që ka bashkëpunim me fondin Sigal, dhe ti mund t'i tërheqësh ato në çdo kohë të caktuar, në çdo kohë vështirësie financiare, kur të del një shpenzim i papritur dhe ke të pamundur për ta përballuar me fondet që ke në atë moment. Mund ta përdorësh për studimet e fëmijës tënd, duke nisur nga mosha 1 vjeçare dhe deri në moshën 18 në rast se ti depoziton llogari pensioni privat për fëmijën tënd 50, 100 apo më shumë euro, e bën fëmijën të ketë shumë të ardhura në moshën 18 vjeçare dhe pastaj i jep vetes lehtësinë të përballuarit në mënyrë sa më të qetë studimet e tij për aspektin financiar. Përfitimet janë të një game të gjerë, përveç kësaj që i kemi thënë dhe trajtuar gjithmonë, ka përfitime dhe punëdhënësi apo punëmarrësi në kuptimin e tatimeve dhe të taksave që paguan, ka përfitime vetë qytetari në shërbime spitalore duke ulur kostot me deri në 50%, por po ashtu edhe përfitime për sa i përket uljes të përqindjet konsiderueshme të tarifës së siguracionit të detyrueshëm të automjeteve. Bëjeni edhe ju, sepse nuk ka asgjë që ju penalizon dhe nuk ka asgjë që ju rrezikon. Përkundrazi, në momentin e parë, në orën e parë që ju hapni llogari pensioni privat, që aty jeni të përfituar sepse me atë kartë keni goxha atribute dhe përfitime. Faleminderit Sigal, publicitet vim pas pak në pjesën e tretë të programit, mos u largoni. Kthehemi në studio në pjesën e tretë të programit, ora 8:01 minutë, jemi në komunikim të drejtë për drejtë me ju prej orës 7:30 dhe deri në përfundim, pra deri në orën 8:50 minuta. Si gjithmonë, numrat e kontaktit që i keni të afishuar në të djathtë ekraneve tuaja 068 99 00008 068 60 54 639 dhe me njëherë pas, domethënë gjatë kohës së reklamave, mesazhe që lidhen pikërisht me ato që diskutoj pak më parë një zotëri me të drejtë në fakt edhe mënyra se si ai e lexonte situatën për sa i përket mosnjohjes së viteve të punës, pavarësisht se qytetari ka librezën dhe të rregullat, sidomos të asaj kohe, është më së kuptueshme që të vjen pak keq kur përballesh me situatën e mosnjohjes së një periudhe të caktuar vitesh, edhe pse e ke në librezë. Por fatkeqësisht kjo ndodh, shpresoj që jetë një element i cili në të ardhmen do të rregullohet, sikur ka ndodhur me disa detaje të tjera në të cilat pensionistët janë përballur
ndër vitën, ndërto edhe këto të ish kooperativa e ndërmarrjeve bujqësore, por që prap ka një lloj jo çedimi, por po themi mungesë realizimi në mënyrë totale, pra mosnjohje për rreth 4 vite për ata të cilët kanë punuar 14 vjeç deri 18 dhe pastaj për një pjesë që ka punuar më shumë llogaritë nga 18. Gjithsesi janë detajet të cilat i kemi përmendur edhe më herët. Jemi në pjesën e tretë, ora 8:03 minuta, në komunikim të drejtë për drejtë me ju në 068 60 54 639 dhe 068 99 00008 për ju që dëshironi të na bashkoheni dhe bëni pjesë e komunikimit drejt për drejt në takimin e sotëm të fundit për këtë javë premte, data 26 qershor 2026. Në këto ditë goxha përvëluese le të themi kështu dhe parashikimet janë për temperatura akoma edhe më të larta, ndaj apeli shkon për të gjithë ju për të pasur pak kujdes dhe të shmangni këto orët e piku sidomos dhe qëndrimi për kohë të gjatë në diell, sepse thonë ekspertët dhe përmes intervistave televizive në Ora News dhe jo vetëm, dhe shfrytëzojmë këtë rast për t'ja u përcjellë edhe ju si detaj. Gjithsesi, ju presim në vijim të bashkëbisedimit me ju, mund ta shkruani edhe përmes rrjeteve sociale për problemet apo shqetësimet që ju keni, dhe sigurisht po thoja pak më herët, në muajin shtator thjesht do të shkurtojmë paksa të pjesën e minutazhit, leximit të lajmeve dhe zhvillimeve kryesore për t'i kaluar paksa më shpejt, dhe qytetarët dhe ju do të keni më shumë hapësirë televizive për të komunikuar dhe bashkëbiseduar me ne, dhe do të mundohemi në rast se do të arrijmë dot për shkak të kohës fizike që çdo rast që merr trajtim dhe zgjidhje ne do ta publikojmë konkretisht në media, jo për të treguar diçka, por thjesht për të qenë korrekt me pjesën tjetër që ndoshta nuk e di. Mos më telefononi këtu, telefononi te numrat aty. Për pjesën e dhe që besoj ka, sepse shikoni, është një punë e detajuar dhe e gjatë ajo çfarë ndodh pas emisionit. Për raste të cilat merren në konsiderat aq sa mundet nëpërmjet numrave të kontaktit për pjesën që telefonon dhe ka një problem caktuar dhe ne mendojmë që duhet trajtuar, ne komunikojmë privatisht me njerëzit. Sepse është e vështirë për ta bërë diçka të tillë në kthim përgjigje në publik, sigurisht edhe kjo ndodh, por në shumicën e rasteve, për mos thënë të gjitha, komunikimi është privatisht me njerëzit, sepse s'mund të bëhet publikisht. Më kupton, sepse janë detaje të cilat jo duhet një dokument, jo, dhe do kemi vendosur që gjatë muajit shtator, në përfundim kur diçka të marr udhë ose po themi të marr një lloj zgjidhje, do të publikohet edhe në media për të treguar atë se çfarë ndodh në fakt me raste të shumta. Mos më telefononi këtu, ju lutem, ose pas emisionit, pastaj në rast se doni të flisni përmes numrit tim përmes rrjeteve sociale. Gjithsesi ju presim në 8:06 minuta 068 99 00008 dhe 068 60 54 639. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi, uleni zërin e televizorit, ju lutem. Alo. Po. Urdhëro. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes ju. Dua ta dije se kam 40 dal pension, kam 41 vite punë, sa më dal pensioni? Sa vite ke? 40 vite punë. Shiko, ti ke periudhën maksimale të viteve të punës? Sa më del? Por s'ta bëj dot llogarin fikso ju, se duhet të di vitet e punës ku ke punuar, pagesa, pra nuk varet vetëm nga vitet. Varet nga lloji i punës, varet nga pagesa që ke pasur, nga rroga e kështu me radhë. Jam e sigurume, po kam punuar 10 vjet me kemp. Po se di, 10 vjet me kemp. ta them dot se sa, se nuk do më duhet që të shoh të gjithë dokumentacionin për katës. Raftë dhe, Më kupton e dashur. Çfarë moshe ke? 62. Ke aplikuar, besoj, apo jo? Po, unë jam në kemp edhe dua ta kthej që ta marr. Që të marrësh pensionin. Sa e ke kembin? E kam 260.000 lekë. Sa? 260.000 lekë. 260? 260. 160?
260. E pra 260 thash dhe unë, Po, pak më herët. Shiko, pak a shumë aty do jetë dhe me pensionin, dhe do të llogaren 39, jo 40 as 41, po me 39 do dalësh në pension. Me 39 vite. Më kupton? po, dhe aty më del, nuk më faluj. Shiko, është zgjedhje, nuk mund t'ja u them unë se çfarë do të bëni. Gjithsesi ju aplikoni për pension dhe pastaj shikoni dhe zgjidhni. Rafte, faleminderit. Kush t'ju dalë më shumë? Nëse pensioni të del më shumë, normalisht që do të marrë më shumë. Faleminderit. Dakord? Faleminderit, mirëpafshim. Faleminderit shumë edhe juve për telefonatën. Po kujdesa se këtë zgjedhje se janë gatruar disa njerëz dhe pse jo edhe deri në penalizim, një moment para se të drejtën për të zgjedhur mes pensionit dhe pagesës invaliditetit e kanë të gjithë ata të cilët në libreza apo në dokumentacionin e invaliditetit e kanë përcaktuar si të përhershëm nga kempi. Pjesa tjetër pastaj do të dalë në pension sepse i ndërpritet. Mirëmëngjesi. Shëndetje, Shëndetje. qysh jeni, mirë jeni? Mirë. Jo, kisha edhe unë një problem për pensionin tim. Po, vetëm ule zërin televizorit, të lutem, zoj. Një sekund më falja, ka ullë. Ka ullë pak të lutem. E ula? Po, Dani, jo akoma. Po e ula. Është ma beti, Ule. ma beti me shkështu tani. S'ka gjë. Ishtë pare. Ule zërin televizorit. E ula, pra. Në zero. Që të plas pak, të lutem. Po, ule në zero televizorin, të lutem. Në zero sepse na pengon goxha. Po, ja. E ula fare. Po. Po tani, dëgjohet? Nëse e ke ulur zero, mos më bëj kuice zonjë, të lutem. Jo, tani dëgjohet më. Edhe që parë dëgjoj, po dëgjoj 2 herë, një herë në telefon dhe një E herë në mirë, televizor. ja të plas tani. Ma beti me shkështu. Kam punuar në kohë, se më dalë ato fabrika e shteta 10 vjetë pune. Edhe pastaj për të ma pensionin, këmë dusha moshë, do të derja shumë para për 6 vjetë pune. Jo? Të dëgjoj shumë mirë tash. Edhe tani më ra ma 1 vit pune me 1.360.000. Edhe e llogaritën ata, 6 për 1.360.000. Edhe doni shumë para, nejse. Unë blogën kalamajt e një pagua me gjithë buri, që më të pa pension, po tani pse më pësuj shumë pak më. Unë se kam punuar të 6 vjetë pune me këtë. Se i derë edhe më të zuj me 93.000 lekë, po të të gjyna. Po s'ma do lekë të mija, sa do të jëtë ma lekë të mija. Se kam derë mbi 7 milion. Po sa vite kishit ty para se të paguanit kontribut? 10 vjetë pune kisha dhe më. Pagova shumë leka. Dhe të më zile me 90.000 lekë, po në kontribova, në thonin 7.800.000. Se me 1.360.000. Gjithë në pensioni si binde, 16 vjetë pune. Se ka të ligjina se tresit. Nuk kishe rrugë tjetër, dash, ose do prisje moshën 70 vjeç pastaj. Jo, mirë, unë jam dakord me këtë. Po pse, unë do më se këto 6 vjetë në zere si ku punova, dhe do me thënë që unë djeva shumë leka. Se mos më zindin që më 100 sapo, në atë 23. Sa të doli pensioni? Po në 3 të utizot. 93, sa vite të duhen ty për të shlyer atë që pagove? Pra, edhe unë jam ajo gruaja që i dik buri. Kupton që një mbajtë dhe pensioni kër ishte gjallë. E thoshe i shkreti, sa dorosh, po të vdesu me pensionin tim. Po koj djevo se do vdesej? As kur se djevo. Kupton, a i smori ato një muaj, po gjynave, kontriboj dhe për mua. Edhe me keqja është o djallë, se të kam si djallin tim, vajtëm të operacioni Gjermani, privat, se bëjnë shteti, paguan dhe fëmit atje, se u i kam ja shteti të shkretët, punojnë për vete dhe në mbaj dhe ne, paguan 7 milion për t'i bebaj pas. Atje ra, burin, në remacion, në ujë se ngritu, ne sa mbëruaj në një qikë dhe shkretët, se stani, ra, edhe nuk morë masin dhe më shpërbin, bëj bajpasin, se u legenin, edhe pensionin nuk ja dhanë kovdik, shumë gjyna. A gjithë kemi përfituar, o zëmë. Ishte në pension? Po, buri imi që në pension, po lekët i mori Gjermani, bëj bajpasin, sa e kishte, edhe se u legenin. dakor pas se nuk... 130 me këto shtesa, 130 e kishte. Do më thënë, si ja blende që ti të mbaj... Nuk ja blende që ti të mbaj pensionin e ti, se gjysma është... Pra,
Po me unë desha dhe drejtësi. Okej. Kur ka ndruar jetë bashkëshorti? Bëj tani në 10 mars të këtij viti. Do të thonë ti e kishe paguar atë, kështu që s'ka lidhje. Po jo, e kam muhabetin që e buri, çes mori atë pensionin kur ishte gjallë, ta vazhdemi, Fjodori Ljoxa. Si nuk e mori? Nuk e mori se sa në atot, unë jam nga Kosova, bajta unë atje, sa shumë burin dëroj, sa shumë po ma jetë pensionin kur ishte gjallë, në të Shkutrit. Sa ato, do kalojnë në trashëgimi. Po kush e që 80.000 lekë bukës? Kur ndroi jetë, në cilën datë? Në 10 mars 2026, në 10 mars 2026. Po, duhet paguaj. Jo, të Shkurtit i ka marrë, i të Marsit 10 ditë s'duhet i ka marrë. Jo, Shkurti nuk ka marrë, për zotin, nuk e ka marrë Shkurtin që gjallë. Po pensioni merret në ditët e para të muajit, merret ai muaj. Për shembull, jemi në korrik për pak ditë, në data 5-6 korrik merret muaj korrik. Po nuk e kam marrë dhe mëse, në jetoj me Tirana, ku vajta unë pas vdekjes, dashëm pension që Shkurt, si e ke në sistem, kjo se kanë marrë vetë ato të kenë, se nuk hajtë leke një të vdekur. Nuk e marrim sa se, ka ta gjigji që kalon pensionin në trashëgimi, po të trashëgimi ma ishe pension buke, nuk ishe, se edhe marrë shtëpinë, neve jemi aq keq si gjaprinje, na konsideroj, edhe shtëpinë në 9 vjetën, të gjithë ja uan shtëpinë në Kosovë, mas ma uan, ma kaluan në gjyqe, modi bashkjere sva jetë. Po të dhe unë jam shqiptar, den babaden, me 5 fëmijë, edhe shtëpinë ma modën, pensioni ma modën, burin ma të zuan lekët i modën, e së në legeni së dhamas një dhe shpërbim, po gjuna, ne. Fëmi ka ma rrugët e botës të tjetë të vejën, po në një ashtë në mbajtë neve, edhe dhe të në tyre. Mi, dakord, kjo është pjesë tjetër se? Pra, jo më vjen shumë keq se bosa me dhe pensionin buri. Hajde dhe shtëpin ka ma bashkjeres na jetë. Në ka që pasre, po më pasre, more, ma jep shtëpin. Sa ju detyroni, ta marim shtëpin dhe ne. Vrit buri, shpia. Të marim shtëpin, a i ditë tani. Të desh dhe unë, kur do të marim shtëpin, se dhe apin fëmire. A dhe së dhe apin pensionin, jo, shtëpin. Ja, më Klodi, që të të nëna jote. Kuptova. Gjuna më Klodi, qaj kanë, sa nuk marin asë një të drejtë. Apo gjuna me 5 fëmijë këtu, pa bukë sa i meritu, kone në verit, kone shaliu, dhe drejtë dhe të këti, betëm në të tëra sistemet, edhe i të leri besoj se shishë e kështu, sa të fenë. Për Gjermanin e vetë, neve, si kur jemi shushunja, jemi popull, gjuna. Jeton vetëm tani, ha? Po vetëm, ja, gjuna. Për mi ti kam janë shtetin, bëjnë këta fëmijë të supos. Dhe të djetën të mba fëmijë, ja si nëna jote, bëjnë fëmijë. Bëjnë fëmijë të fëmijëve, ja, bëjnë kërë. Sepse fëmijë janë të bëjnë të bebet. I ke aty, pra, i ke afer? Jo, ja shteti Gjermani, Itali, Greqi, apo se më them bëjnë fëmijë të fëmijëve, përndaj? E pa e fëmijë të fëmijëve i kam këtu, ja, këtu e kam të një djallin. Ashtu, po si rri këtu, ata atje, këta këtu? Apo me pushime? Ata janë në punë, për në 16 tonë, për që janë me qëra, unë i mbaj shkreti, janë me kokë në dotë. Më gjinë hata ja fëmisë, shkojnë burë, dhe nëna. Ta nëne ka një këmë burë për fëmisë, të rinë. E marrë. Besone, e një sakrifis të rjetën. Dhe jo plakëm që ku ishëm 5 vjeçne, për ishëm fëmite mamave. Ne, me ato duhet e vogla. Për zotë, e shuna ka do jeta. Unë isha, do laja robat e fëmijëve. U 5 vjeç e shkreti. Jemi nën, 7 bëjë dhe dimon, me do të vogla, ja. Lërë mos e pyet. Por qafoj shumë dhe të uroj gjithë të mirat. Po si u gjithë kjo ma beti burit i maj, më ngelli fiksi me i pensionit, se mos të marja, i që i gjallë. Shikoj takon, nuk e di rasti, ma thuaj një remër si e ka të lutem? Po pra, bekis në djerë dhe më Fjodor Ylvi Hoxha. Inshallah e marrë atë u. Po më duket e kam për cilë. Fjodor Ylvi Hoxha, që më sa, i në pension, që e thonë ata jo për kështu, pensionin e Shkurtit. O, zotin ma sa, ishe sakat, edhe nuk i dhanë asë kem pas gjerë. Si e ka Ylvi? Ylvi Hoxha, kembin e marrin të sakat. Edhe njerë, Ylvi? Ylvi Hoxha, Fjodor, e ka e më rusë, Fjodor Ylvi Hoxha. Edhe njerë, Fjodor është buri? Po, buri im, Fjodor. Ylvi, baba. Ylvi Hoxha. Kempin e di kushe marrë zemër, ma gjitha të saktë, se i sakati... Tani edhe njëherë, kempin apo pensionin s'ka marrë? O e bëjë se s'putë fare në kemp, nuk e putë në kemp fare, a ishe me bypass, me 2 legjena... Po pra qëfar nuk ka marrë të Shkurtit edhe njëherë? Pension, kempi se lana Sa vjeç ishte zotëria? Zotëria ime ishte 69 ishte.
Tani për 69 vjeç më bëj. Kuptova. Faleminderit shumë e dashur, unë do pyes dhe nesër, jo nesër jo, të hënën. Faleminderit. 7 tani bëndën. Mirë, tha sa ishte, jo sa do bënte. Jo. Dgjoj, 69 vjeç në mat, po sa marra të pensioni se nuk i des shpirtit aty, nuk del ndër. Mo dhe pensionin moj. Mirë se mos e un prandaj ngrezali, mo del na puna në pensionin, se ka qenë çipsu. Të pyet për mua jo. Po zot, ja marrë se mos do ma marri me vete këtu në një pension. Okej, super. Mirë dashur, faleminderit shumë, përqafoj gjithë të mirë, të jeni mirë edhe ju. Mirë, kthej pak në humor se vetëm seriozitet pastaj nuk është 2 orë emision, arrit ç'ti bëju nënës. Alo, përshëndetje. Përshëndetje Klodi. Mirëmëngjes. Luçi jam, s'm ka marrë njeri më Klodi. Urdhë? Luçi nga Lezhë jam, për cigalit ka marrë. Tani çfarë them unë, dashur, shkote një nga ato zyrat në Lezhë edhe pyet. Po, ato zyrat Lezhë ma kanë tregu. Ti ka tatu banka, kur i kanë qu ata, i tatim difitimin, kanë thonë ata të Lezhët. Okej. Në rregull atë. Faleminderit. Po unë çfarë të them unë dashur se nuk jam zëdhënës. Jo, e di se si e vëmans, po deshta me thonë se nuk janë të vërteta, tamam janë firma fantazme. Po dakord e dashur, nëse s'janë të vërteta, për ty janë të vërteta për të tjerët dhe për mua. Si t'ja bëjmë ne? Si e ndajmë këtë gjë? Okej, më jo të vërteta për ty. Faleminderit shumë për telefonatën. Ikim me tjetër në 06, shikoni, ka një gjë, domethënë secili bën punën dhe detyrën e vet. Dakor? Ne nuk kemi këtu për të zgjidhur, po themi, probleme të cilat kanë të bëjnë me një korporat, me një kompani, me një, ku diun, çdo lloj emri tjetër. Është detyrë dhe e drejtë që u takon 2 palëve, sidomos kur në mes bëhet fjalë për kontrata të rregullta ligjore. Ne s'ka asgjë. Ose po them për pjesën institucionale të institucioneve publike, të cilat ne i trajtojmë dhe mundohemi që t'i zgjidhim në çdo ditë përmes bashkëpunimit me ta, dhe ju e dini këtë gjë që ne nuk na mungon as pak dëshira për ta bërë diçka të tillë, madje vetë ju na keni telefonuar ndër vite duke deklaruar, madje edhe në harresën time, nga zëri s'është e vështirë që jam ky, kam telefonuar para kaq javësh apo muajsh dhe mora për të thënë që problemi u zgjidh. Thash, nuk është ky qëllimi, por ndonjëherë edhe bëni mirë që deklaroni kështu. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi Klodi. Urdhëro. Kam bërë kërkesë Michel për të marrë faturat për legalizimin. Po nuk po ndalin, po bëjnë gati 3 javë kështu. Kam një penalizim në gjonë si nuk disë funksionon. Kjo thonë nuk kanë dalë. Cilat nuk kanë dalë? Faturat, për të bërë pakesën. E kujt? Banesës. Jo, ato dalin me njëherë, duhet ngarkuar në sistem. Po, e regjistroja, që ti ngarkojnë sistem, po tani nuk po dalin se. Ku banoni, ku ndodhet prona për cilën keni aplikuar? Unë Tiranë. Është shtëpi, është biznes, është tokë? Shtëpi, po, atë lejnë legalizimit më vadh. Normal, sepse ajo bëhet pas lezë legalizimit. Ke dokumentin aplikimit? Ja, se kam të janë punë, si po. Jo, s'po them aty, po a e ke në shtëpi dokumentin që vërteton se ke aplikuar për certifikat pronësie? Po. Ma nis atë dhe ta çojë në institucion të ngarkohet fatura në Albania. Ashtu, Po. Mirë, këto një tash i bie se jam punë, nuk lëviz dot. S'ka problema. Gjatë ditës, nesër, pas nesër, kur të mundesh. Mirë, shumë mirë. Në çdo rast të hënën do interesojmë. Faleminderit dhe juve. Për telefonatën, shpejt një telefonat tjetër përpara mesazhit. Mirëmëngjes. Ç'gjë. Kur do shtetit nuk ka, kur i the me Zotin. Qiko me pas me Zotin e fen kur qartë e prish, tash 36 vjetë mërës. Hajde shifë si dashamir, si të kam morët, kam kastiguet, kam ilnun, s'ka i herë, hajde shifë, në kjo se ka uj kalamoti, unë du mu vartë kalamoti. Po, si ka mundësi do? A di qëfar shpendime shkëna bo, mërë zëtë një klët, a di qëfar shpendime shkëna bo. Da të në lujt me në kresë mërmurë, se për Zotin nuk del, nuk
del me fitu. Pasha. S'kemi kohë tjetër. Kalojmë te është më domosdoshme se kur tani, pas kësaj që sapo ndodhi. Në fakt, që të mos ankoheni tek e fundit, por jo skemi, jo nuk ashtu. Okej, duhet të kujdeseni sot për ta bërë diçka të tillë. Dhe nëse sa më herët të jetë kjo kujdesje, jo vonë shumë, aq më shumë do të jetë përfitimi përmes fondit Sigal, pasi ti arrin që në fund të 10, 15 apo 20 viteve të kesh një fond aty goxha të kënaqur me shumë zero, dhe kjo është në kuptimin e drejtë për drejtë të fjalës, sepse kështu funksionon, nuk është, domethënë në vitet e para mund të dukej si çudi, por në vende të zhvilluara të Evropës si Finlanda, Norvegjia, Danimarka, Italia, Gjermania, Zvicra po ashtu, kanë disa pensione pensionistët atje. Sepse thuhet shpesh që pse në Shqipëri janë pensionet e ulta dhe në vende të tjera janë shumë të larta pensionet e pensionistëve. Janë sepse skema e sigurimeve shoqërore atje mbështetet në mos themi të treja shtyllat kryesore të pensioneve. E dyta është kjo që ne themi e pensioneve private, dhe që për mua është më idealja dhe më funksionalja, sepse ti e përcakton vetë se sa do ta kesh pensionin. Nëse thua që unë kur të plotësoj moshën e pensionit dhe në Sigal Invest, ti përfiton 5 vite kohë më përpara për të dalë në pension, nëse burrat dalin 65, ti del 60 në Sigal, dhe thua që duhet të kem pensionin 500 euro në muaj. Patjetër, të jepet grafiku i kontributit mujor, vjetor, ose qoftë edhe me një hershëm, që ti paguan për kaq vite, dhe për x vite do kesh pension 500 euro në muaj. Dhe nëse, unë këtë ju ftoj që të bëni, duke telefonuar te numri për poshtëm dhe të pyesni, unë dua të kem pension 300 euro në muaj. Sa duhet kontriboj dhe të investoj në muaj në llogarinë e pensionit privat për ta pasur këtë pension? Dhe do bëni llogarit për kaq vite duhet të investoni kaq të ardhura mujore. Dhe do i shumëzoni me vitet për t'ju dalë shuma totale se sa duhet të paguani. Për vete, i keni aty në telefon në llogarinë tuaj. Dhe pastaj do mblidhni shumat e të gjitha pensioneve mujore deri në të tërën për të bërë diferencën e pagesës me përfitimin. Vetëm kështu mund të kuptohet, sepse duke ju thënë detaje jo dhe aq specifike, por në përgjithësi njerëzit pastaj futen nëpër disa të panjohura që me të drejtë edhe nuk kuptohen. Pra vetmja mënyrë për zbuluar konkretisht përfitimin është kjo: sa kontribuoj dhe sa marr. Diferenca pastaj është fitimi i përkthimit në vlerë konkrete, të kthimit vjetor për rreth 4.6% në vit. Besoj që i dham një tjetër pasqyrë më të qartë asaj se si përfitohet në mënyrë të drejtë për drejtë në Sigal, dhe përveç përfitimeve të tjera pastaj që i kemi thënë edhe në ditët e kaluara dhe do vazhdojmë t'ja u themi gjithmonë. Kështu që faleminderit Sigal, publicitet, pas pak vim në pjesën e fundit. Jemi në studio në pjesën e 4 dhe të fundit të programit për ditën e sotme, në vim komunikimit të drejtë për drejtë me ju. Në 068 60 54 639 dhe 068 99 00008. Alo, përshëndetje. Alo. Urdhëroni. Klodi? Po, Klodi. Kam sjell me dy aplikime, nuk di e ke marrë ajo. Urdhëro? Kam sjell me dy aplikime me post, nuk di ke marrë ajo. Me emër? Një emër Kullaj. Urdhë? Haki Kullaj. Kur i ke sjell? Me dash 17 kam postu. Në 17. Me post. Në 17 të këtij muaji. Po me post. Po duhet të kenë ardhur. Po. Po duhet të kenë ardhur, vetëm duhet t'i konfirmoj sot, i nderuar, se që të pyes në Po duhet të kenë ardhur patjetër. Kështu që numrin e telefonit e ke lënë aty te letra? Po, kam dhënë. E ke lënë, super fare. 716 e funit. Okej, e ke lënë te dokumentet që ke sjellë poshtë. Po, ke zafra, e kam një letër prapë ato. Mos u shqetëso fare, nëse ke lënë. Faleminderit. Asgjë të lutem, faleminderit edhe juve. Iku. Mirë, presim ne, s'ka problem, në 068 60 54 639, 068 99
00008. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Okej, miru dëgjofshim. S'ka problem. Zëri lart është ai televizori, edhe pse s'dëgjova që, por gjithsesi ndonjëherë na ndodh që të jetë edhe në problem. Gjithsesi, në 15 minutat e mbetura jemi në takimin e fundit të kësaj jave është e premte, data 26 qershor. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Me Klodin desha me fol pak. Po, jam Klodi. Vetëm ule zërin televizorit, të lutem zotri. E ula, Klodi. U kam një problem shëndeti. Aha. Unë me 31 dhjetor jam shtruar në spital në Gjermani. Po? Edhe me datë 9 jam bërë operacion për zemër. Okej. Kam ndru valvën. Aha. Bypassin. E qartë. Kam marrë në Shqipëri në 9 shkurt. Kam marrë letrat e spitalit nga Gjermania, komplet, hyrje dalje, dhe i përcolla, shkova ke kempi, interes, ke kempi, ka vazhdo që letrat të takon raporta. Raporta. Okej. Edhe shkova ke spitali, ke zemra, nuk të takon, tha. Arsyeja? Arsyeja se të kanë heq nga puna. Sa vite ke pa punë? Unë e kam mëllë me 10 orën e kam mëllë në punë. Atere, ke një vit të siguruar në 5 vitet e fundit? Po, për 10 e 15. Jo, një vit në 5 vitet e fundit. Po. S'ka lidhje, nuk është argument ajo për heqje nga puna, nuk ka lidhje me këtë, nuk ndikon. Edhe më falë, ta shpjegoj tamam. Shkova, ma adresu në shkova për Instituti Shëndetit Publik, ke rrugë Elbasanit. Aty më tha, ja dërgova letrat, si pa ta bo me kopje veçanta, tha, shko qoj ke sigurime shoqërore. Okej. I qova ke sigurime shoqërore, i majtën letrat janë 2 muaj atje, edhe me thanë, se u interesohë prapë ke Instituti Shëndetit Publik, edhe me thanë se letrat tuja janë kësy mrapsh. Mu mrapsh nuk mu ka kësy asi letrat. Është lidhje ka i shëpoja me këtë procedurin nderuar? Nuk e di, atje i kam firmos, edhe kur i kam firmos i mora, më se në fondi. Pra, ojtashur, a shkove të mjeku i familjes në fillim? Po i kam shku ke gjithë, ke mjeku i familjes e... Po, dhe çfarë të tha kur... Jo mjeku i familjes, por kur çove dokumentet në kempin e pror? I çova ke sigurime shoqërore, edhe mi majtën 2 muaj dokumentet se më thanë ti kanë këthy mrapsh. Mrapsh mu se merë dhe si gjo. Shkova ke postat, u interesova. Shkova ke dega Tiranës, dega sigurime Tiranës. Edhe i gjeta dokumentet. Atë. I bona dokumentet, i çova ke Instituti Shëndetit Publik, i vullosa, i firmosa, dola në komision ke rrugë Gavajës, ke qendër shëndetësore numër 9. Çfarë do thanë atje? Atje më dhanë raportat. Edhe i kam u bë 1 muaj e ca, që kam dërzu raportat, ish puna ke ekonomisti. Dhe? Dërmit ashti u bë 6 muaj s'ka marrë si lek. Si e keni emrin? Hamit Shtufi. Hamit? Shtufi. Shtufi, babaj? Recep. Jeton në? Ku jeton? Unë në fshatin Kallmet Tiranë. Të pyes, faleminderit i nderuar. Nga java tjetër do shohim për përgjigje. Faleminderit. Telefonata tjetër, mirëmëngjesi. Klodi flas. Po, Klodi, jam mirëmëngjes, mirë se erdhë. Klodi, kam një pyetje. Po. Vitet e kooperativës i ka marrë të sigurime shoqërore deri në vitin 19. Në dëgjon. Atëherë në edhe njëshin nuk kam qenë punë, se në njëshin nuk prishin kooperativat. Po. Edhe rreth muaj qershor korrik prishin kooperativat. Dhe në edhe njëshin nuk figuron. Po. Tash si bëhet? Në dhe njëshin çfarë moshe? Unë jam prak pensionit, unë dal pension tash.
Jo, po them në atë moshë për të kuptuar nëse futet me ligjin e ri. Qa moshë kam qenë unë? Po, në 91. 61 30 vjeç. Kështu i bija apo jo? 30 vjeç. Dhe nuk më figuron 91. Nëse nuk figuron, nuk e gjen dot përveç se me gjyqi dashur. Dhe nuk trajtohet as me ligj ajo. Po mirë, nuk kam drejt ta marrën këtë vit siç merren vitet të gjithë, edhe ata që nuk kanë punuar, se ata i marrin dhe ne si marrim dot. Po pra, në rast se thonë që nuk vërtetohet me dokumentacion. Po unë kam fakte për atë punë, tash të hap gjyq për një vit, sikur vetë që punë tash nuk e di. Shiko, edhe një herë, pra ke qenë mbi 18 vjeç po thua. Unë po them kam qenë në 91 që kam qenë 30 vjeç, dalë në pension tash ti. Kam qenë brigadier, kam fakte për atë punë dhe kur e shpysh kooperativa në muaj. Kur ke dalë në pension para 2025. Në pension dal për 2 muaj unë. A del tani, po jo më trajtohesh me ligjin e ri, mendova se ke dalë. Jo, nuk kam dalë tash në kush. Njihet me ligjin e ri ajo. Kam drejt ta marr atë një vit? Njihet me ligjin e ri, po. Po, shiko, jo, do të falësh pak, Deri në 90 unë i kam marrë nga sigurimet, ta thash. Edhe tash në 91, në që nuk është. Si e jepet atë? Jepet me ligjin e ri. Njihet a priori ajo. Automatikisht unë e marr një vit, edhe këtë vit. Patjetër. Shumë faleminderit. Patjetër, mendova se ke dalë në pension edhe prandaj jo, nuk kam dalë. Nuk e njeh. Për një muaj gjysmë dalëm. E pra. Po që po, patjetër llogaritet. Po. Sepse është ligji nga 2025 e vazhdon të jetë funksional, dakor? Po, faleminderit. Përshëndes, faleminderit edhe ty për telefonatën. Shkojmë me tjetër, mirëmëngjes. Klodi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Para 4 ditë kemi bërë një rimbushje me kablorin, po nuk na merr asnjë stacion. Se? Nuk e di. Kemi vajtur dhe atje, thotë jo fut këtë, fut atë, po ne Mëngjesu ndjekim dhe nuk na i merr. Po si rimbushje, çdo më thon rimbushje, mos ke rimbushu telefonin. Kablor. Tring. Po pa ke paguar tarifën mujore. Po. Po pse shkove ti thoje prap? Po kemi vajtur mbi 10 herë. Çfarë thon? Thot fut numër, fut atë numër, ajo asnjëherë nuk e merr. Edhe kishim ca stacione me antenë dhe ato nuk po i merr tani. As ato me antenë. Po, jo, nuk i merr. Nëse, shiko, ose mos ndoshta ka dal kanalet nga renditja dhe duhet një kërkim tjetër, se s'ka arsye tjetër. Po i kërkojmë na dha një numër, i kërkojmë, edhe tani ja s'ka sinjal, me telefonat po flasim. Po nga na ndjek tani? Unë nga Fieri. E kuptova, po nga po na ndjek në si emision? Edhe tani s'ka sinjal i dobët, gjithmonë na jep. Po neve nga po na shikonin në emision? Jo, unë po flas vetëm telefon, po dëgjoj zërin. Thjesht e di që... Okej. Po e di se ne u ndjekim mëngjes për mëngjes, pim dhe kafen. Po si të ndihmoj unë tani nga këtu ku jam? Të më ndihmosh, ja, kjo është një ankesë, është për të gjithë kjo. Është për të gjithë? Po. Ankesë, ç'a do ndihmosh? Jo, dakor, ankes, po ideja është ty të mjafton vetëm kjo, ti duhet të shohësh televizor se paguan për atë. Po shikojmë tani, duhet të shikojmë juve, nuk u shikojmë. Shka sinjali dobët, thot, gjithmonë. Këtë nxjerr. Po jo, mos ka ndonjë problem televizori, pastaj zë merr një teknik aty që të ta shohësh. Televizori është i ri, po nuk e di. Nëse faleminderit. Po më vjen keq që të ndihmoj dot në kuptimin se duhet parë nga aty ajo, domethënë, unë lavatriçet po i rregulloj kështu. Tani dhe televizori më ngeli. Frigoriferin, ata të vinë në shtëpi të paktën. Lekët i marrin, po të vinë në shtëpi të interesohen. Mirë, Klodi. Nëse mendon që e ke problemin te kompania, ndro kompaninë. Po, hajde që këtë muaj e bëm pagesën, muaj tjetër. Muaj tjetër pastaj shife bojt. Falenderoj shumë. Faleminderit, Klodi. Faleminderit edhe juve për telefonatën. Mirë dëgjofshim. Okej, kemi tjetër. Ndjes. Mirë presim pak. Në këto minutat fundit e emisionit për ditën e sotme në 8:43 068 99 00 008 068 60 54 639. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Tani me këtë emision e Klodit po flasim? Po, Klodi jam. Klodini? Po. Ule zërin e televizorit. Po, tani e dëgjova zërin tim tani. Të lutem, ja, po e ule. Para 6 vjetëve kam dalë në pension.
dhe kisha 29 vjet pune e cakt. Mund ta ankimoj tani për këtë, se më ka dalë pensioni shumë i ulët? Patjetër që mund ta kërkosh. Po ku mund ta kërkoj? Atëherë, me sa vite keni dalë? Me 29 vite e ca muaj. 23 vite i kam patur në ndërmarrje, po kam patur koeficient nafte, dhe 6 vite kam patur dyqan. Sa të ka dalë pensioni? Dhe pagoja sigurimet. Sa ke pensionin sot? 134 mëzuri pensioni, tani shtesat nuk mund të llogariten se ato janë shtesa ushqimore. Jo, si llogariten ti merr ato, si llogariten. Nëse si llogariten. Po tani pensioni bazë, mua mëzoi 134. Po pra, po them sa ke pensioni sot. Tani ka vajtur 180. Atëherë, se çdo person ka të drejtë që të bëjë këtë lloj ankimimi që thatë juve. Po. Por pse jo edhe qetësuar, dhe për të vërtetuar se pensioni është llogaritur saktë apo gabim. Po, këtë duam. Ka vetëm një mënyrë në Albania te rubrika për rishqyrtim pensioni ose rillogaritje pensioni. Po kupton? Vetëm kjo është mënyra, nuk ka tjetër. Dhe pastaj, nëse pensioni është llogaritur saktë, do të konfirmohet që është llogaritur saktë, dhe nëse është llogaritur gabim, në kuptimin që duhet kishe marrë më shumë, do të marrësh pagesën e munguar, dhe në rast se është llogaritur keq në kuptimin që ke marrë më shumë, po duhet merrje më pak, do të hiqen lekët. Pra janë të treja këto të. Po tani qafatit kem pastaj ja. Jo, s'është punë fati, është punë gjëje konkrete, punë vitesh, punë letrash, punë dokumentesh. Që dhe po të ke marrë më shumë, normale që i di këto gjëra. Nuk e besoj këtë, se do ishte kapur me kohë te auditimet që bëhen her pas here. Për këtë do të pyesja unë që mund të ankimoj, apo jo? Po, patjetër po. Faleminderit. Asgjë të lutem, faleminderit juve për telefonatën. Jemi fiks në 5 minutat e fundit të emisionit për ditën e sotme. Shikoni këto llogaritë e kontributeve vullnetare për plotësuar një periudhë 2 apo 3, por edhe më shumë 5 vjeçare, llogaritë duhet i bëni vetë, pra domethënë mos na e kërkoni ne si sugjerim se na vendosni në pozitë. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Urdhoni, uleni në zërin e televizorit, ju lutem. Patjetër. Po. Kam dalë në pension, si moshë, por nuk kam dalë që të marrë lekët. Ke dalë në pension? Kam dalë në pension, por nuk kam marrë lekë akoma, deri tani nuk shkoj të marrë sepse nuk më dalën vitet. Bëj ankimime ke i Albania, por asa ndër të marrë përgjigje. Më kanë lënë në shumë vite pa me edhur. Atële, edhe njërë, një sekundë. Po vazhdoj punën prapa akoma, po bëj 2 vjetë që vazhdoj. Këto, a llogariten prapë në vite? Do më thonë, 65 vjetë që ti i ke plotësuar para 2 vitesh, apo jo? Po. Bukur, sa vite kishe para 2 vitesh, sa vite punë? Kisha diku që më dalën, se unë kam punuar gjithë jetës edhe i kam gjithë, apo nuk i nxjerrëm, nuk i gjejnë dot vitet. Sa kishe, pak a shumë? Në arshivë. Këta më kanë gjerë 28 vite punë. Dhe nuk të ka dalë pensioni akoma? Kanë gjerë një lloj pensioni, për shumë një 200.000 lekë, 190. Pra të është lidhur pensioni? Kanë lidhur ata. Unë kam bërë kërkesë faktikisht për të nxjerrë vitet e punës. Me gjitha të unë vazhdoj punën edhe pagoj prapë sigurimet. Dhe merr dhe pensioni? Jo. Tani nëse është lidhur pensioni, si nuk e merr? Ata ka thënë diçka që duhet të shkosh diku ke shkollë bashkume të marrësh pensionin. Nuk kam se marrë sepse nuk po më dalën vitet që kërkoj unë. S'ka lidhje ti ato lekët do t'i marrësh, se po nuk i morë edhe për një vit të digjen ato lekët që t'janë akorduar. Dhe paralelisht me këtë ti vazhdo kërkesën për vitet e tjera. Më kupton? Nëse pensioni të ka dalë. Po i marr sepse dua që të shtoj edhe vitet e tjera që do vazhdoj. Po më dëgjon apo jo? Po të dëgjoj. Nëse pensioni të ka dalë në post, shko merre. Dhe paralelisht me këtë ti bën këtë kërkesën për vitet, dhe nëse gjendet dhe reflektohen, do i marrësh nga e para ato të munguarat. Sepse nëse ke 2 vite. Unë po i nga i Albania u bën kaq kohë dhe nuk më kthehet përgjigje ose edhe përgjigjet që kthehen. Sa të doli pensioni? Rreth 200.000 lekë. 200.000 lekë? Po do të shkojnë kot ato lekët, edhe po nuk i morë për 3 vjet dhe nuk i merr dot më. Të digjet. Shko te posta, merr lekët që të kanë dalë. Dhe paralelisht me këtë bën ndjekjen e problematikës.
Sepse sa kohë ke dalë me X vite. Po që bëj prap kontributet. Po çfarë do edhe këto vite që punon tani? Po. Jo, sepse ti ke dalë në pension, dhe të është përcaktuar dhe pensioni. Dhe këto nuk llogariten, nëse merr dhe rrogën dhe pensionin, në kuptimin jo e merr kështu fizikisht, pra fakti që ti e lë aty në post nuk do thotë që ti nuk e ke marrë pensionin. Ti nuk e ke tërhequr, po pensionin e ke marrë. Po kupton? Sa të kërkesën e bëra vetëm për të gjetur vitet e punës. I nderuar, po çfarë të ndikon mosmarrja e pensionit, çfarë të ndikon te rezultati i kërkesës që ke bërë? Nuk ndikon asgjë. Për vitet që unë po paguaj prapë sigurimet. Po pse të prish punë, po e morë pensionin te posta dhe ndërkohë ke bërë kërkesë për vitet. Sepse nëse kalon 3 vite dhe ty pensionit të është hedhur në post, ti nuk i merr dot më ato lekë, se të digjen dhe nuk ke të drejtë i marrësh më pas 3 vitesh. Faleminderit. Patjetër, kështu që shko merri sepse kjo nuk ndikon në kërkesën që ke bërë. Je i qartë. Faleminderit. Jam shumë i qartë. Faleminderit shumë, nuk kemi më kohë. Ju dëgjofshim, faleminderit të gjithëve. Ishte gjithçka për sot dhe për këtë javë. Ne ritakohemi të hënën në ora juaj, një fundjavë sa më të mbar.